Pra, në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhduar procesi i numërimit të fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës, të cilat deri më tani janë sjellur në Kosovë, dhe së shpejti do të fillojmë me numërimin e fletvotimeve që i takojnë votimit me kusht dhe fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Fletvotimet e numëruara deri më tani janë nga më shumë se 28.000 pakot me fletvotime që ishin tërhequr para vitit të ri nga 2 kutit postare të KSZ-s, njëra në Berlin dhe tjetra në Bern, ndërkaq më 2 janar nga kutit postare në Prag, Londër, Paris, Zagreb, Stockholm, Stamboll, New York, Canberra dhe Kopenhag janë tërhequr 8.180 pakot të tjera me fletvotime, të cilat gjatë ditës do të arrijnë në Kosovë. Procesi tërheqjes së pakove me fletvotime nga kutit postare jashtë vendit përmbyllet sot më datë 5 janar. Të gjitha këto pako me fletvotime, pasi të arrijnë në Kosovë, do t'i nënshtrohen vlerësimit apo verifikimit dhe ato që do të aprovohen do të përfshihen në numërim. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme, po planifikojmë dhe po bëjmë përpjekje që të fillojmë me numërimin e fletvotimeve që i takojnë votimit me kusht dhe fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Sipas të dhënave preliminare, nga 57 vendvotime ku është mundësuar votimi me kusht në 38 komunat të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht, ndërkaq numri votuesve të regjistruar në programin e votimit të personave me nevoja të veçanta ka qenë 2.860. Pra, të gjitha këto aktivitete që është duke ndërmarrë KQZ kanë për qëllim që të shpallën në një kohë sa më të shpejt rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës që janë mbajtur me datë 28 dhjetor. Rruga që ndjek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe më pas për certifikimin e tyre përfshin disa hapa të rëndësishëm. KQZ shpallë rezultatet përfundimtare vetëm pasi të përfundojnë këto procese. Verifikimi dhe numërimi i rezultateve në qendrat komunale të numërimit i cili tashmë është përmbyllur, numërimi në qendrën numërimi dhe rezultateve pra i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, i fletvotimeve nga votimi me kusht dhe fletvotimeve nga votimi persona me nevoja të veçanta, si dhe pasi të përfundoj shqyrtimi ankesave të mundshme në PZAP dhe Gjykatën Supreme për administrimin e numërimit. Gjatë ditës së sotme do të përmbyllet procesi tërheqjes së të gjitha fletvotimeve nga kutit postare, të cilat janë hapur nga KQZ me qëllim që të mundësohet votimi përmes postës. Sa po të përfundoj ky proces, të dhënat pra për numrin e pakove që do të tërhiqen, unë do të përcjell në ndërkohë dhe po besoj që do ta bëj këtë brenda 2 apo 3 orëve. Të gjitha përpjekjet e KQZ-s janë që numërimi i fletvotimeve të mbetura, pra nga votimi jashtë Kosovës përmes postës, i fletvotimeve nga votimi me kusht dhe i fletvotimeve nga votimi persona me nevoja të veçanta të përfundoj gjatë kësaj jave. Siç e dini, në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, çdo administrim numërimi që bëhet këtu në QNR mund të jetë objekt ankese. Në rast se ka ndonjë ankesë eventuale, atëherë KQZ duhet që të pres vendimarrjen e institucioneve për ankesën që paraqitet. Nëse nuk ka ndonjë ankesë, atëherë KQZ mund të procedojë me shpalljen e rezultateve përfundimtare. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, shpallja e rezultatit përfundimtar nuk nënkupton përfundimin e procesit zgjedhor, sepse pas shpalljes së këtyre rezultateve, subjektet politike dhe kandidatët mund të parashtrojnë ankesat e tyre në PZAP lidhur me rezultatin e shpallur nga KQZ. Në rast se palët janë të pakënaqura me vendimin e PZAP-it, po sipas ligjit, ato mund ta vazhdojnë procesin ankimor deri në Gjykatën Supreme. KQZ duhet të presë vendimarrjen e këtyre institucioneve, të shohë të natyrën e tyre, të zbatoj vendimet nëse ndonjë prej tyre detyron diçka KQZ-n dhe pastaj mund të procedojë me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe përmbylljen e procesit zgjedhor. Sa për informacion, basta dhe mund t'ju duhet, aktualisht ne jemi në fazën përfundimtare të aktiviteteve. Në fakt, KQZ ka përmbyllur aktivitetet që janë në qendrat komunale të numërimit dhe aktualisht jemi në fazën e përfundimit të numërimeve të atyre fletvotimeve që deri më tani janë sjellur nga votimi me postë jashtë Kosovës.
Dhe pastaj do të bëhet edhe numërimi atyre fletvotimeve që vinë dhe i fletvotimeve nga votimi me kush dhe i persona me nevoja të veçanta. Në planifikimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfundimi i aktiviteteve në qendrat komunale të numërimit ka qenë i parapartë të bëhet deri më datë 7 janar, por sipas dinamikës së punës kjo është arritur në mesditën e datës 3 janar. Gjithashtu numërimi i votave nga votimi në përfaqësitë diplomatike dhe nga votimi me postë ishte planifikuar të bëhet nga data 7 janar, por ky proces do thotë numërimi i fletvotimeve nga përfaqësitë është bërë deri më 3 janar dhe pjesa më e madhe e fletvotimeve nga votimi me postë vetë është kryer. Gjithashtu edhe numërimi i votave me kush dhe i persona me nevoja të veçanta ishte planifikuar të fillonte me 16 janar, por sipas planifikimeve kjo mund të fillojë gjatë ditës së sotme. Dhe nga kjo mund të përfundojmë se edhe rezultatet përfundimtare të planifikuara fillimisht nga KQZ që të shpallen më së largu deri më datën 19 janar mund të bëhet shumë më herët. Në kohën kur janë shpallur zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, KQZ ka miratuar një plan të aktiviteteve brenda së cilit ka paraparë data të ndryshme për zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Dhe planifikimi i KQZ-s ka qenë që shpallja e rezultateve të bëhet më së largu deri më datën 19 janar. Brenda këtij planifikimi parashihen edhe ankesat e mundshme dhe koha që i dohet institucioneve, PZHP-s dhe Gjykatës Supreme për të vendosur lidhur me ankesat. Pra, 19 janari është planifikuar duke marrë parasysh të gjitha këto aspekte të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Po flasim për shpalljen e rezultatit përfundimtar. Dhe në bazë dinamikës së punës, do të thotë të cilën e përmenda, qoftë në QKN, në qendra komunale të numërimit, apo edhe këto në QNR, mund të përfundojmë, të arrijmë në një përfundim se shpallja e rezultateve që ishte planifikuar të bëhet më së largu deri më 19 janar, të mund të bëhet më shpejt se sa pra ishte ky planifikim. Ndërkaq sa i përket certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, fillimisht pra pasi të shpallen rezultatet të zgjedhjeve, subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtën e tyre që të paraqesin ankesat në rezultatet që i shpall KQZ. Ne, si KQZ, do të presim vendimarrjen e BZAP-it, eventualisht të Gjykatës Supreme, të zbatojmë vendimet që dalin, pra nëse e obligojnë ato vendime KQZ-n, dhe pastaj të procedojmë me certifikimin e rezultatit dhe përmbylljen e procesit zgjedhor. Allah illa po lëvë.